Përshëndetje për këtë juve lëshkomona, mirë se erdhët në një video të radhës ku në këtë video si që një të po këtu i kena disa iPhone-a që po du paka shumë ju kallëzu rreth këteve se çka ja. Do më thonë, kove të fundit të dini që ka dalë në shitje iPhone 12 Pro Max. 12 Pro Maxin unë kam qef për arsye se është telefoni i madh dhe unë që jam i gat, pëlqej më shumë me pas telefoni më të madh, shkaku se tamam komod të më flenë në dorë. Jeni të po këtu që kam do më thonë 12 Pro Maxin. Një falenderime veçantë shkom për Fix It për këtë dhuratën që ma ka bo, për me bo unboxing. Ose sa i përket të tjerave, kjo është telefoni tash që jam të përdor për momentin 12, po veç e ku marrë me bo një krasim se çka ka dallim për 12 Pro Maxin. Do më thonë kjo është 11 Pro Max, kjo 12 Pro Max, kurse këtë në fund e tregoj se çka puna. Nëse tash pa u shumë kohë, po du me hap këtë kutinë me vetë se ja kum hek po lijën apo që mi thon s'pedi. Këtu si shini të po, do me thonë kutijën e kam bo shumë të vogël. E kam fjalët të ngushtë kështu, normal ju kon kështu, e kam bo të ngushtë. Këtu përpara e ka një dizajn pak më ndryshe pi këtyve tjerave, është telefoni i kthim edhe jeni të po se një fotografi e ka këtu. Po në paka shumë e pash se çka ishtë kjo domethënia e fotografisë, domethënë që i ka këto 5 valë, domethënë iPhone-i e përkra 5G-n. Çat kuptimi kish kjo fotografia këtu. Domethënë këto vijat ishin për 5G. Nëse tash pe hom na kutijen edhe tash ona çka ka mrena këta. Tash kutijen këtu e kam bu një birë shkaku i kamerës, se kamera e iPhone-it, domethënë e 12 Pro Maxit është pak më e madhe dhe pak më e qume pi telefonit. Tash kur e hap kutijen del telefoni në këtë mënyrë, a para 12 Pro Maxit del ke kështu telefoni. Në këtë mënyrë. Po tash s'di shka o tripi, kështu del. I kthym. Tash para se me kalu të pjesa e telefonit me pas se çka ka dallim sene pi 11 Pro Maxit, tu është një mungesë. Do më thonë, kabli për me mush telefonin është, mirë po ajo pjesa ku hyn në rim nuk është. Do më thonë, s'ka as në dëgjojsa, as kur gjo, vetëm vjen një garancion, kjo garancioni. Kështu, kjo pjesa për me qelë, për me vnu kartelën që është kjo far hekri këto, shka kjo, a dhe një sticker Apple-it. Apple, faleminderit shumë për stikerin, a ke nderu, a ke respektu, 1350 euro, një stiker, s'ka problem, faleminderit shumë. E di mu po më habit fakti pse për shembull s'është ajo pjesa që hyn struj për me mush, po Apple-i i ka do rregulla shumë të forta, ne e mbrojmë natyrën. Po e di për shembull unë nuk e di ç'me afçu këtë video Apple-it ta shohë. Apple, me mgu mua, do të thonë e merr edhe këtë kabllin, do të thonë e hek pin kuti. Edhe telefonin e hek e pin kuti, s'na duhet as telefoni. Do të thonë ti për me mbrojt natyrën, mbroj natyrën, se do të thonë ide e fortë kjo që e mbrojt natyrën, na shit veç kutijen neve 1300 euro. Do të thonë 1350 euro të lut na Apple, veç kutijen na shit. Loshka, pse ne e blejna, do të thonë ne e blejna, s'ka problem, ne çashojna. Apple, mave se nuk ka ide e mirë kjo, nuk ka ide e mirë. Hajde, po thojna për shembull atë pjesën ku hy në struja ajo. Hajde hekja, ma dëgjojsjat, pse dëgjojsjat, pse mi hek në dëgjuset, pse, për çfarë arsye, nuk e di. Nëse, s'ka problem. Tash e pat, pjesa e kutisë. S'ka shumë filozofi këtu, kuti e vogël me një kabëll mrena, edhe do letra që ti që nuk ka nevoj heq. Kalojmë te pjesa e telefonit. E kam bo një dizajn shumë të fortë. Ky dizajn u kon prej telefonit 5S. Do të thonë, unë kur e mora drejt në dorë që shtu, më njerë më shkoj dora këtu me trus, se 5 që e ka pas jo më duket, po këtu nalt e ka pas atë që me e kallë. Direkt më shkoj dora këtu, tani e pas që tu është ajo pjesa ku kallët. Unë e kum regjistru krejt, e kum kallë telefonin. Klasik është ajo kallë regjistroj emailin, pa s'dashta shumë me hub kohë. Përveç që e kam bo pak më të madhe. Shumë pak është dallimi që e kam bo pi iPhone 11. Me madhësi e kam fjallë. S'dija vrejet aty që sa është dallimi. Do shta dhe pin kamerë hiq nuk vrejet. Ama është shumë pak dallim. Për jashtim pi madhësis edhe kamerat i kam bo pak më të mëdhoja se 11. 12 e ka kamerën më të madhe se 11. Zdisa i të po. Tash masi ra fjallat e kamera, te kjo kamera këtu i një të po qëtu që është një pike zes. Vrejet që të është një pike zes. Ajo pika e zes ishtë që mjë dhonë
kamerave ma shumë fokus. Për shembull kur të bësh fotografi me dal sa ma profesionale, fokus ma të madh, me pastërti ma të madhe të fokusit. Ishte qëllimi i kësaj. Po unë ala se kum provu me bë foto kështu mirë, se në studio e provova pak a shumë, po nuk ma bëj këtë qefi për arsye se këtu është terra ambienti, për atë arsye. Kurse një sen që s'm ka pëlqy hiç, që e kish bëu kjo, amperin e baterisë e ka bëu ma dopt se iPhone 11. Më zgabofsha diku 3623 ampera, 3723 amper, që ashtu diçka e kish bo, a kjo e ka gati se 4000 amper. Do më thonë, iPhone 11 Pro Maxi man bateri ma shumë se 12 Pro Maxi. Që së më bëlqejti. Po këto në kumenu që baterin mujnë me bo ma fort se 11 Pro Maxi, ama këto e kanë bo baterin ma dob se 11 Pro Maxi. Por e ashtim për kësaj, iPhone i ka dhe 5G. Kështu në përgjithësi, dizajn e kanë bo shumë të mirë, si tash edhe parzit. Nuk kanë eksperimentu shumë me thonë, që këtë shumë mire pas kën bo, që këtë shumë mire pas kën bo. Me i këshirë hollë, nuk ka najfar dalimi përveç forma që është. Kjo është sikur form katrorit, kurse kjo është pak si form cilindrit, së është kështu e këthyme. Pak madhësia, 5G-a, kamera pak ma e fort, zo ka pak ma shumë, do më thonë se 11 Pro Maxi, 4K i gjizon, këpenu që 8K ka me pas, për arsye se usilëshim do mua bete 8K ka me pas, nuk ka 8K, ka 4K, edhe kum prit që mu ka me 4 kamera, nuk ka me 4 kamera, me 3 kamera e kanë po apet. Nuk e di pse, ndështë 13 që ne bëjmë me 4 kamera, mirë po 12 Pro Maxi është me 3 kamera. Ngjyrën e ku marrë të zezën, për arsye se më pëlqeti pak ma shumë mua, si polati, ma fi, po bajgare. Ngjyra më pëlqeti ma shumë e zezë, mirë po kish të bardhë, gold edhe e kaltërt, ama një kaltërt si teget, zdi që me ja u shpjegu. Mu më pëlqeti ma shumë e zeza, për atë arsye mora edhe të zezën. Kurse sa i përket për shembull se sa është, a është Erona, nuk është Eron, 226 gram i ka, domethënë telefoni. Përndryshe kjo 12 Pro Maxi tash po thot që është waterproof deri 6 metra thellësi, po si zakonisht nuk i shti kur telefonat në ujë, se si u besoj, domethënë këtyre sejneve, me rrym ka punë, domethënë hynaj ku në ujë prishet më njerë, s'ma më rëmenja, edhe pse për 11 Pro Maxin thanë që kanë thonë fakt, fillim, që është 1 metër e gjys me shti në ujë, nuk e hi ujë waterproof, do më thonë tash këtë e kanë bo 6, po nuk e boj testin se thash edhe njerë nuk ju besoj këtë meseneve, mund të mu prish telefoni më njerë nëse rrugë pa hirin a i kun naj ujë hydi ku ka zduhet edhe shkoj. Si që thash edhe pak ma herët, do më thonë nuk kam bo naj farë mistik fose këtë më rapi dhe ure. Nuk kam bo naj farë dalimi me thonë prej 11 Pro Maxit dhe 12 Pro Maxit, po si do qoftë edhe paka shumë me pas bo dhe ndryshim, apet njëri t'i rinë krije dhe mek wow, qka kam bo për arsye se është e re edhe si cëlla sen që del i ri, do më thonë që ka emër paka shumë si që është iPhone-it, kuptohet që e bon hit me marketing, me reklama, me sene. Tash, une s'kam qef shumë me hi detajisht për iPhone-in me hi, me shpjegu me amperaja, me emrat e procesorave, ato këto se, do më thonë, nuk ja vlen me hi fell, vetëm se ka najfar dalimi në shpejtësi, ka dalim kamera, ka dalim madhësi. Normal që kur tham ka dalim, ka rritjet performancave. Do më thonë, po jo edhe shumë. Ama ka, vrejt një dalim i vogël. Përgjithësi mos po di që me thonë, telefoni i mirë, knaqesh, alo, kusho 12 Pro Max. Okej, në rregull. Pa u shumë kohë, dhe me thonë, të kalojmë të qki telefoni tjetër, këtu që e kena, jeni të po që e kena këtu një iPhone 11. Këtë iPhone, shumica për juve e keni po në Instagram që nga të e bo lojsh për blyse. Atër këshirë në këtë video dhe këthemi apet të video në vazhdim. Përshëndetje për këtë juve, jena rikëthy apet me një lojsh për blyse, ku këtë herë loja për blyse është pak ma gjigonde. Si që një të po këtu e kena një iPhone 11 i ri, dhe me thonë, pa qelë, ku këtë herë këtë iPhone, apo këtë dhurat, e jep mobileria Fixit. Pa hum shumë kohë, po du m'ja u shpjegu regullat se çka janë për me hin lojën shpërblyese edhe për me fitu këtë iPhone 11. Si pikë e parë, ju duni me bo follow faqen Fixit, linkin e keni në description. Te ki post mi bo tak 5 shok, edhe këtë post me bo share në storin e juve. Nëse i kini bo këto regulla, atëherë ju prit në mesazhin ku ju informoj se ju jeni fitues. Përmbajeni rregullave edhe suksese për krejt juve. Shihemi.
I pat edhe rregullat që kanë në Instagram, atëherës shkoni hini në Instagram, tek i post dikun që të del dikun postin në ekran, tek i post bëjni like postin, bëjni 5 veta, domethënë 5 shok tag, qiteni postin story edhe hini automatikisht në lojën shpërblyese të iPhone-it, domethënë iPhone 11. Përndryshe iPhone-i është 128 GB, nuk ka 64, edhe domethënë këtu krejt i keni me garancion, me sejne, me krejt çka ka të bëjë me iPhone-i, krejt mrena janë, domethënë është origjinal 100%. Heni marrë një pjesë në lojën shpërblyese, inshallah e fiton çaj që e meriton mas shumë tiket iPhone. S'ka që me vazhdu ma shumë videoklipi ishte kjo, shpresoj që ju ka pëlqy, mos harroni me bo like edhe subscribe channelin. Neve s'na me tjetër se me thomesh se shimi video të radhës ju don Olka. Bye bye.